Qumshti i nënës, ushqimi më i mirë. Qumshti i nënës është ushqimi më i mirë dhe më i dobishëm për fëmijën. Në shumë mënyra mund të preferohet në vend të shumë produkteve ushqimore që janë në dispozicion, si për shembull, qumshti i lopës, i dhis apo qumshti i prodhuar në fabrikë. 1. Qumshti i nënës, sa i përket vlerës së tij ushqyese, është i përshtatshëm në mënyrë ideale për organizmin e fëmijës. Është shumë në pajtim me nevojat e foshnjës, sepse ka tërhequr ushqimin prej nënës për 9 muaj gjatë shtatzanisë dhe do të vazhdojë të pranojë përmbajtjen e njëjtë prej qumshtit të siguruar nga ana e saj. 2. Qumshti i nënës është i prodhuar nën kushtet natyrore dhe i ruan vlerat e veta ushqyese. Përkundrazi, qumshti i lopës duhet të vlohet para se të përdoret dhe shumë vlera ushqyese do të shkatërrohen gjatë këtij procesi. 3. Nga pikpamja e shëndetit të foshnjës, qumshti i nënës është më i pëlqyeri. Është më së paku i kontaminuar me mikrobe, nga se rrjedh në gojën e foshnjës drejt për së drejti nga gjiri i nënës. Qumshti tjetër kalon përmes shumë mjeteve dhe enëve të ndryshme dhe gjatë këtij procesi mund të infektohet me mikrobe. 4. Qumshti i nënës është gjithmonë i freskët, përderisa qumshti tjetër mund të prishet gjatë qëndrimit dhe ruajtjes. 5. Nuk ka gjasa të falsifikimit të qumshtit të nënës, ndërsa për qumshtin tjetër ekziston një rrezik i tillë. 6. Qumshti i nënës është i pastër nga sëmundjet që i shkaktojnë mikrobet, ndërsa qumshti tjetër e ka rrezikun e bartjes së organizmave të tillë. Qumshti i nënës është ushqimi më i sigurt për të sapo lindurit. Fëmijët që ushqehen me qumshtin e nënës janë më të shëndetshëm se sa ata fëmijë që ushqehen nga burimet e tjera. Po ashtu edhe vdekshmëria e foshnjave që ushqehen me qumshtin e nënës është më e vogël se sa e grupit tjetër. Edhe një përparësie të ushqyerit të foshnjës me qumshtin e nënës, nga se edhe periudhat e saj të menstruacioneve vonohen dhe gjasat për të mbetur shtatzën edhe një herë shtyhen për aq kohë. Islami e thekson rëndësinë e qumshtit të nënës për fëmijën dhe e emërton si drejta natyrale e fëmijës për ushqim. Aliu, urdhëruesi besimtarve, thotë: "Për fëmijë asnjë qumësht tjetër nuk është më i mirë se sa qumshti i nënës." Në sytë e Islamit, qumshti i nënës ka një rëndësi të tillë sa që çdo herë që nëna e ushqen fëmijën me të, ajo fiton shpërblime për botën e ardhshme. I dërguari i Islamit ka thënë, sa herë që nëna i jep gjë foshnjës, aq herë shpërblimi për të do të jetë i barabartë me shpërblimin e personit që e ka liruar një rob prej fisit të Ismailit. Kur foshnja të arrijë moshën e ndarjes nga gjiri, një ëngjëll do ta vërë dorën në krahun e nënës dhe do të thotë: "Filloj jetën rishtazi. Të gjitha mëkatet e tua të deritanishme të janë falur." Në një seminar që është mbajtur në Universitetin e Shirazit, të gjithë ekspertët janë pajtuar se asnjë ushqim tjetër apo kombinimi vitaminave nuk mund ta zëvendësojë qumshtin e nënës. Doktor Sime Vakifi thotë: "Është brengosës fakti se shumë nëna, duke i pasuar në mënyrë të verbër perëndimorët, i detyrojnë foshnjat ta braktisin gjirin më herët, duke u dhënë pluhurin e qumshtit të dehidruar dhe ushqime të tjera sintetike. Kjo praktikë është në kundërshtim me kërkesat ushqyese të foshnjave dhe nuk është zëvendësim për qumshtin e nënës që është më superiore në çdo aspekt." Një ekspert tjetër shkruan: "Qumshti i nënës është ushqimi vetëm që natyra u ka siguruar foshnjave dhe asnjë ushqim tjetër nuk mund ta zëvendësojë atë. Prandaj duhet bërë çdo përpjekje që nëna të mund të ushqejë foshnjën me qumshtin e saj. Nëse qumshti i nënës fillon të shteret, ajo duhet të kujdeset në veçanti për ushqimin e vet në mënyrë që të mos e humbas qumshtin e gjirit. Nënat e vëmendshme dhe të përgjegjshme që janë të interesuara për mbarvajtjen e fëmijëve të tyre duhet të mos i privojnë foshnjat e tyre prej dhuntisë që Allahu a ka siguruar atyre. Këto gra e din mirë ndikimin e qumshtit në trupin dhe mendjen e fëmijës, ndikimi i cili është në rritje e sipër, prandaj duhet të sakrifikojnë nga luksi i tyre për hir të shëndetit dhe mbarvajtjes së fëmijëve të tyre. Vetëm gratë e tilla meritojnë të quhen nëna dhe jo ato të tjerat që janë ignorante dhe egoiste që përkundër asaj që kanë qumësh në gjë, ato e shterin atë dhe i rrisin fëmijët me pluhurin e thatë të qumshtit."